Për Aleancën për Armërinë e Kosovës, vendi, shteti ynë, Republika e Kosovës është në situatën më të rëndë në postpavarësi, në një ndër krizat më të thella, me shumë të panjohura, duke e sjellë shtetin në një rrethon ku përmbi një vit, tani kemi hyrë në vitin e dytë, vazhdon një eksperimentim i betejave në letër ligjore dhe kushtetuese dhe mos funksionimit të shtetit dhe të qeverisë për funksionet që duhet t'i ushtroj parashqyrtarëve të Kosovës. Kosova sot është në blokadë, ndërsa qeveria është jo funksionale, shteti është jo funksional. Ekonomia e Kosovës është buzë kollapsit në mungesë të investimeve, edhe të sektorit publik, po edhe të huaja, dhe në një blokadë janë ndërmarrjet dhe korporatat të cilat kanë probleme serioze deri tek falimentimi i tyre dhe përjashtimi i punëtorëve nga puna dhe mos dhënje së pagave. Paramendoni që 2 parë zgjedhje i fiton lëvizja vetëvendosje. Në të fundit me 51% dhe nuk është në gjendje ta bëj shtetin funksional për shkak se është e pangopshme dhe don që ta merr edhe këtë institucion, edhe institucionin e presidentes, por ne është bukur e qartë, e thjeshtë, nëse ka drejtësi dhe trajtohet aspekti meritor. Atëherë Neni 86.2 është i qartë, i qartë sikur loti, i pastër si loti. Thot 30 ditë para se t'i përfundoj presidentes, afati i saj në zyre duhet të ketë zgjedhje. Çfarëdo trajtimi tjetër është rrethanor. Një çështje tjetër shumë problematike për ne, lidhet drejt për drejt me mendësinë e lëvizjes vetëvendosje për të sulmuar institucionet e pavarura. Qysh mund del një përfaqësues i popullit, një parti që ka 50% dhe ta sulmoj institucionin e pavarur, gjykatën kushtetuese, të tentoj të ndikoj politikisht, duke shkuar aq lart, duke thënë se disa ambasador po dojnë me shkatërru gjykatën kushtetuese. Jo bre burr, ata që e kanë ndërtuar, ata që e kanë ndihmuar, nuk e shkatërroni, e shkatërroni ju që doni të keni ndikim politik. Ajo që kisha thonë për një bashkim të opozitës në fillim, është që i bukur shumë është vonu opozita për të qenë e bashkuar në platformat e veta politike. Dhe unë mendoj që çfarëdo bashkimi që duhet ndodh karshi këtij pushteti duhet mos ketë vetëm profil politik e djathtë e majt, po duhet ketë vizion shtetnor. Se si me i dal një situatë një katrahure e cila ka plegu këtë shtet. Diskutimi për garën zgjedhore është tjetër. Ne as atëherë nuk kemi qenë kundër, as tash nuk kemi kundër. Ne mendojmë që para petkut ton partijak, para petkut ton ideologjik, është ky shtet, është ky institucion. Dhe unë mendoj përderisa nuk ka kësi mendimi, opozita është e dopt. Opozita nuk duhet me u frigu, me u bashku krejt, me u bashku me një platformë, jo me një ideologji politike, po me një platformë çka don t'i prodhoj këtij shtetin 4 vjet të ardhshme. A kuptoni që derisa po flasim, blokada e shtetit është ka prodhon varfëni, skajshme, pasiguri serioze dhe mbi gjitha rrezikim të shtetit Kosovës. Andaj ne jemi vonë me këtë. Diskutimi duhet me shku përtej profilit djathtë majt. Pamjet e fundit që i kemi pa në kampet e policisë Kosovës, sidomos ato në Mitrovic, po dhe gjithkund, janë të mjerueshme, janë të tmerrshme. Jemi në një situatë më të rëndë që kemi qenë ndonjëherë, sidomos në aspektin e sigurisë, duke pa se çka po ndodh edhe për rreth nesh. I kisha lutë këtë lloj qeverie që nuk po don me qeverisë, që i ka krejt numrat, i ka buxhetin e gjitha,
mos të bën lojna, sidomos me këtë sektor, policin, ushtrin edhe inteligjencën. Ju e keni pa që ndahen buxhet, mirë po nuk kryhen punë kur. Gjendja është e keqe, do të rrim kujdestar edhe do të shikojmë se çka po ndodh me atë sektor, edhe i kisha lutë që mos të bëjnë lojna. Ka marrë fund mo populizmi, ka marrë fund mo rand e dallaveret. Policia e Kosovës në gjendje të keqe për mos më thonë që s'kan as uniforma e as veshmbathje.